Në ndërkohë ata që na njohin e din që i Belinda me vite, unë e thash në media, do me thonë ku i eftuar gjithmonë ke qenë pozitivisht me përgjigje dhe vetëm arsye ka qenë misioni kryesor që t'jesh pranë qytetarëve, t'jesh pranë publiku, që ta ngritësh nivelin e vëdësimit të mbi shëndetin mendor. A mendon i Belind se do doja shumë që ta nisim këtë bisedë në këtë pikë, që ja kemi arrit. A mendon që kemi arrit me ndryshu diçka? Goxha mirë është të bërë shumë sensibilizim në aspektin e opinionit publik. Njerëzit nuk është ndoshta që nuk po mund të them me saksi të plot e kanë kuptuar, po e kanë ndjerë që është e rëndësishme. Dhe mandej po flasim pak ma lirshëm, adresojmë problemet pak ma lirshëm. Edhe një gjë tjetër që ndoshta, për shembull, shumë shpesh e thonë që e kam dëgjuar ose e kam parë. Kjo i bie që po, mbi një dekadë punë, ndoshta ka fillu një qik, po them, të korrët suksesi. Absolutisht që po, unë e thash nëse dikur ka qenë shumë tabu, sot flitet, sot shkohet e psikologut, sot kërkohet numri i psikologut, sot postohet një sukses në bas seansave të psikologut, gjë që nuk ka ndodhur dhe unë këta e quaj edhe sukses. Kjo për mua është një ndryshim pozitiv në shoqërinë tonë, sidomos në një vend të dalë pas luftës, që traumat vazhdojnë të jenë të pranishme.